Ne jemi futbollist profesionist, kështu që për ne presioni është gjë normale. Kjo është ndeshje padyshim e rëndësishme për ne. Do shkojmë atje për të bërë maksimumin ton për të marrë 3 pikët. Kjo është më e rëndësishmja për ne. Nuk kemi fol akoma me çunat se nuk kemi grumbullu gjithë lojtarët, kështu që jemi shumë pak lojtar për momentin. Po që siç e thash për ne është e rëndësishme pavarësisht stadiumit, pavarësisht fushës që të shkojmë atje për të marrë maksimumin. Normalisht që kjo është ndeshje e rëndësisë shumë të madhe për ne, për vetë faktin se nga kjo ndeshje besoj që vendoset edhe vazhdimësia e objektivit që ne kemi për shkullën botror, kështu që besoj është ndeshje decisive për objektivin që ne kemi, prandaj dhe ne jemi shumë fokusuar dhe jemi shumë përqendruar që të marrim maksimumin dhe të vazhdojmë atë dëshirën dhe ëndrrën që kemi për shkullën botror. Do jetë një ndeshje shumë e vështirë. Është një ndeshje vetmitare, ta themi si të gjithë e thojmë dhe tani. Ne si tha dhe Juliani, jemi profesionista, sigurisht jemi mësuar me presionin, se cili ke ekipi vetë. Objektivi është marrim 3 pikëshin, se dimi sa rëndësishëm do jenë për vazhdimin për ëndrrën tonë të ikim botror, dhe kështu duhet me përgatit në mënyrë më të mirë për të marrë fitoren. Patjetër kur jemi me kombëtaren, duhet me thënë gjithka më shumë kur je ke për detyrim se përfaqësoni kombë. Sigurisht në këto ndeshjet e fundit dhe me ekipin, po dhe me ekipin kombëtare, kam dhe maksimumin për të jap sa më shumë kombëtares dhe të marrim fitoren, kështu dhe vazhdoj dhe shpresojmë një fitoren në Serbi. Patjetër, jam dakord me juve, do ketë shumë emocione kjo ndeshja, po ne si profesionista duhet të jemi qetë, të kemi shumë përqendrim, duhet shikojmë çdo detaje, se ajo do jetë besoj kiçi i kësaj ndeshje, se detaja do bëjë diferencën, dhe aty do fokusohemi për të marrë 3 pikëshin.